Nderuar qytetar, i nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar koleg antar të Këshillit Bashkiak, kjo është mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak. Mbledhja bazohet dhe zhvillohet në bazë të ligjit 139/2015, si dhe rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak. Rendi i ditës pjesëmarrja Rafaela. Pjesëmarrja në mbledhje e antarëve të Këshillit janë 13 antarë të Këshillit, kështu që korumi është ligjor. Lexojmë rendin e ditës. Pika 1, miratimi i rendit ditës. Pika 2, miratimi i procesit verbalit të mbledhjes së Këshillit datë 31/3/2026. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 31/3/2026. Pika 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2026. Pika 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin mars 2026. Paraprakisht do t'ju informoj që të gjitha pikat kanë kaluar për shqyrtim në sakt pika 4 dhe 5 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës, i cili do të shprehet mbas ekzekutivit. Para se ta hedhim votim, do t'ju pyes nëse keni ndonjë propozim për të shtuar apo të hequr ndonjë pikë nga rendi i ditës. Nëse s'keni propozim, atëherë kalojmë në votimin e rendit ditës. Kush është dakord me pikat që lexova? 13 pro, asnjë kundër, miratohet. Pika e dytë, miratimi i procesit verbalit mbledhjes Këshillit datë 31/3/2026. Procesi verbalin si material e keni patur në adresën elektronike, keni lexuar. Në qoftë se keni vërejtje për korrigjim të tij, atëherë meqense s'kemi, konsiderohet i miratuar sipas nenit 77 të rregullores. Faleminderit. Kalojmë në pikën 3, informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 31/3/2026. Të lutem Rafaela. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e datës 31/3/2026 janë marrë gjithsej 4 vendime nga numri 16 deri në 19. Vendimet janë zbardhur në afat dhe janë përcjellë drejtorive përkatëse për ekzekutim. Nga këto vendimi me numër 18 i është përcjellë prefekturës për verifikim dhe na ka ardhur përgjigjja se vendimi është në përputhje me ligjin. Faleminderit. Faleminderit Rafaela. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 4. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2026. Siç e thash edhe më sipër, ka kaluar për shqyrtim në Komisionin e Ekonomisë, Financës dhe Ndihmave Ekonomike. Paraprakisht duam të shprehet ekzekutivi. Përshëndetje të gjithëve. Projekt vendim numër 20, datë 17/4/2026, për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2026. Sektori i shërbimit social pranë bashkisë Patos propozon të përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondet e buxhetit vendor për muajin mars 2026, gjithsej 16 familje me një fond total prej 54.948 lekë. Bashkëngjitur këtij projekt vendimi keni dhe listën e mërore të përfituesve. Faleminderit. Të lutem Lori. Përshëndetje gjithëve. Komisioni i Ekonomisë u mblodh ditën e hënë, datë 27, dhe diskutoi mbi këtë projekt vendim, për të cilin ra dakord se është në përputhje me bazën ligjore dhe vendosi ta miratoi pas një ndryshim, duke votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit. Jemi të hapur nëse kemi diskutime. Atëherë, meqense s'kemi, propozoj të kalojmë në votimin e pikës 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2026. Kush është dakord? 13 pro, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin mars 2026. Të lutem Mition. Faleminderit Armand. Projekt vendim numër 21, datë 17/4/2026, për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin mars 2026. Sektori i shërbimit social propozon të përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondet e kushtëzuara 6% për muajin mars 2026, gjithsej 18 familje me një fond total prej 60.564 lekë.
Faleminderit. Faleminderit Mitjan. Fjalën Lori. Në mbledhjen e komisionit është diskutuar dhe kjo pikë e rendit të ditës, i cili gjithashtu është në përputhje me bazën ligjore dhe kemi vendosur ta miratojmë me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit Lori. Jemi të hapur nëse kemi diskutime. Atëherë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 5 për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtuar 6% për muajin mars 2026. Kush është dakord? 13 pro, asnjë kundër. Miratohet. Kjo ishte edhe pika e fundit e rendit ditës. Shumë faleminderit për kontributin tuaj në mbledhje. Mbledhjen deklaroj të mbyllur.